të prishpun me lavdërime. Në fakt, në mendimin tim personal, duke dëgjuar shumë diskutime sot, edhe nga opozita dhe nga pozita, ne jemi shumë arkaik dhe shumë dogmatik në diskutimet për buxhetin. Kështu ne të opozitës e kritikojmë, demaskojmë projekt buxhetin dhe paketën fiskale që sjell qeveria, ndërsa ministrat dhe deputetët e shumicës vetëm e lavdërojnë. Megjithatë, edhe unë s'kam si bëj përjashtim nga gjithë kolegët, por në Komisionin e Ekonomisë, kur kemi diskutuar, kam edhe një ide që ndoshta ne duhet të eksperimentojmë, të eci me moton kur është një gjë që era e fundit që ke bërë një gjë për herë të parë. Dhe ndoshta diskutimet për buxhetin, projekt buxhetin, ti shikojmë në një këndvështrim tjetër, për shembull të lidhura me 16 objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm apo të tjera. Ky projekt buxhet 2026 dhe paketa fiskale e shoqëruar me të nuk adresojnë problemet strukturore të ekonomisë shqiptare. Përkundrazi i thellojnë ato. Dokumentat paraqesin një filozofi vazhdimësie mbështetje të PPP-ve, rritje të shpenzimeve të administratës publike, orientim drejt konsumit dhe mungesë të investimeve produktive. Elementet kryesor problematik të këtij projekt buxheti dhe pakete fiskale në mendimin tim janë mungesa e minimumit jetik si instrument bazë për politika sociale, forcimi i një modeli ekonomik pa vlerë të shtuar, prevalenca e PPP-ve dhe mungesa e transparencës në detyrimet afatgjata, rritja e pabarazisë dhe përkeqësimit treguzve social, nën financimi kronik i bujqësisë, arsimit dhe shëndetësisë, dobësimi i klimës së biznesit dhe rritja e korrupsionit, paket fiskale regresive që shpërblen evazionin, masa me natyrë elektorale pa ndikim pozitiv në zhvillim. Struktura aktuale e ekonomisë son në dy shtyllat kryesore, industria prodhuese dhe bujqësia, që janë sektorët kyç për një rritje të qëndrueshme, në fakt janë në rënje të vazhdueshme. Dhe kjo duhet të na bëjë të flasim të gjithë, të mendohemi thellë. Ky është buxheti i 13 i sektit Rama në qeverisje, i cili ekspozon një boshllëk themelor, mungesën e minimumit zyrtar jetik. Shqipëria vijon të jetë i vetmi vend në rajon që nuk ka një normë të certifikuar ligjërisht për një minimumin jetik. Në BE, por edhe në Kosovë, Maqedoni e Veriut, Mali, Zi, Kroaci, ky tregus jo vetëm që ekziston, por edhe përditësohet çdo vit. Shqipëria mbetet një përjashtim i trisht, duke vendosur pagën minimale në mënyrë arbitrare, pa një prag që garanton jetesën minimale, duke përcaktuar ndihmën ekonomike pa marrë parasysh nevojat reale të familjeve të varfra, duke mos korrektuar pensionet minimale me koston faktike të jetesës dhe duke mos patur një instrument të matshëm për të raportuar uljen e varfërisë. Ky është një projekt buxhet që mbështet PPP-t dhe një ekonomi pa vlerë të shtuar në realitet. Ne po hymë në vitin 2026 me një ekonomi të mbështetur mbi ndërtimin, shërbimet dhe